Ish kryetari Prishtinës Sali Gashi ka ndëruar jetë. Ky lajm u bë ditur nga kryetari Parim Rama, i cili ka shprehur ngushëllimet dhe ka vlerësuar kontributin e tij për kryeqytetin. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Rama tha se Gashi ishte njëri nga kontribuesit e palotur për rindërtimin dhe konsolidimin institucional të kryeqytetit me një kohë të vështirë për vendin tonë, raporton Kosova Press. Me dhimbje të thellë, morëm lajmin për ndarjen nga jeta të akademikut Sali Gashi, kryetarit të parë të Prishtinës pas luftës nga radhat të LDK-s dhe profesor i Fakultetit të Shkencave Matematike Natyrore të Universitetit të Prishtinës, ka shkruar Rama në Facebook. Rama ka shprehur ngushëllimet për familjen, miqt, bashkëpunëtorët, komunitetin akademik dhe të gjithë qytetarët e Prishtinës.